Përshëndetje dhe mirë se ardhët në magazinën informative 21 drejt për drejt. Organizuar nga kolektivi për mendim dhe veprim feminist në bashkëpunim me organizatën Përpjekja në Prishtinë mbajt sot një protestë për të kundërshtuar rritjen e çmimit të rrymës. Nuk e durojmë ma hajnin, nuk sakrifikojmë na përkecin e të ngjashme, ishin pankartat që mbanin në duar protestuesit. Me këtë rast, policia arrestoi edhe një protestues. Në thirrjet nuk e durojmë hajnin e nuk sakrifikojmë më. 10 qytetar i u bashkuan marshit protestues kundër shtrejtimit të rrymës, i cili nisi para objektit të Kecit. Protestuesit thanë se një shtrejtim tjetër i rrymës do të ishte goditje pa përballueshme për ta. 333 euro. Pagën 221 euro. Po do të më mua meqte. Ka problem që as kushtet nuk janë, as ka rruga, as kur gjë, as penzion, as kur gjitha janë. Veç rrymen do të me pagu dhe ujen, mi aplucu shtetit pagesat e naqa do në me hongër. Sa barnat e shtrajta, sa smutit i ka që zoti, si do jetojnë ana. Na thonë se paketësin nuk do të kishim dritë në laqet tona. Na thonë se paketësin nuk do të kemi ngrohje në laqet tona. Na thonë që problemi është të konsumi ynë i tepërt e jo të apetiti i Kecit. Protestuesit hodhën tym të kuq para Kecit, për çka policia arrestoi një të moshuar. Arrestimi i qytetarit të moshuar u cilësua si frike pushtetin ndaj zërit të popullit. E kapin prindin e tyne e qojnë që kërgan me alirue rrymën. Që nuk ka. Ditet i ka të vrume, nëse vene. One plak 70 vjetë, ku me i prik të populli për ta përmbys këtë qeverit. Qeverit hajnë, kriminal. Marshi protestues vazhdoi para objektit të qeverisë, ku organizatorët shpalosën kërkesat e tyre. Duhet të jetë parandalimi i rritjes abuzive të çmimit nga Keci, sepse qytetarët nuk ja kanë bërë shfitimin Kecit. Kërkesa dytë, me njëherë pas konstituimit të kuvendit dhe të qeverisë, duhet të shkarkohet bordi ZRS, i cili po i shërben Kecit e jo qytetarëve. Dhe kërkesa e tretë, duhet të filloj të hapet debati dhe të filloj procesi i shtetëzimit të Kecit. Keci duhet të takoj popullit. Protesta e së premtes në kundërshtim të shtrëngimit të rrymës është e para për këtë vit, ndërsa organizatorët e kësaj proteste paralajmëruan edhe veprime të tjera për të reflektuar zërin kundërshtues kundër shtrëngimit të rrymës. Besim edhe mëtej në këtë temë për protestën e sot me kundër rritjes së çmimit të rrymës dhe mesazhin që dërguan protestuesit e institucionet vendimarrëse, flasim me Egzon Hajdarin nga Qendra Sociale Përpjekja, një herësh pjesë e grupit organizues të protestës. Mirë se në studion tonë, zoti Hajdari. Mirë se u gjeta. Atëherë, si shkoi protesta e sotme? Fillimisht du me bo një apel, nëse ende nuk është liru qytetari arrestum, të lirohet me njerë nga policia, e pam që me një brutalitet pa pam u arrestu një qytetar këgja i shty mosh, pasi që u nis marshi, ata e këshin arrestu dikon prapa neve. Kështu që i bëj apel policisë nëse ende nuk është liru, se prej protestës e edhe në televizion dhe nuk e kam shumë qartë se që ka ndodhur. Pse u arrestua ai protestues? Nuk e kam informatën e sakt pse është arrestu, sepse pasi u nis marshi, dhe më thonë, marshi protestues ka nis të Keci, ka vazhdu të ZRE-ja dhe ka përfundu të qeveria. Edhe pasi përfundoi fjalimi të pjesa e Kecit dhe marshi u nis për të ZRE-ja,
Ka ndodhur edhe arrestimi i tij, shkaqet pse nuk i di, po ke një reagim goxha brutal I panevojshëm edhe duhet të lirohet sa më shpejt. Përndryshe, protesta e sotme organizuar nga ju dhe konsideroni pjesëmarrjen e protestuesve të kënaqshme në ditën e sotme, ndonë se kushtet atmosferike nuk ishin në favor të juaj në këtë rast. Përkundër motit me shi, që ka pas vazhdimisht shi, dhe përkundër marshutës goxha gjatë, një distancë goxha gjatë mes lokacioneve ku e kemi zhvilluar protestën, pjesëmarrja ishte relativisht e kënaqshme. Por në protestat e radhës që do të organizojmë, unë besoj që kjo pjesëmarrje do të rritet dhe do të jetë edhe më masive. Dhe qytetarët zakonisht shprehin pakënaqësitë e tyre nëpër rrjete sociale. A mendoni se duhet të ndryshojë kjo dhe pakënaqësitë që ata I kanë duhet të shprehen edhe përmes formës protestuese, ashtu siç e organizuat sot ju këtë protestë? Na e dim që rritja abuzive e çmimeve nuk është veç këtë vit. Ka ndodhur pothuajse çdo vit. U bë praktik pothuajse e çdo fillim viti kërkohet nga keci një rritje e çmimit rrymës, ta provohet nga ZRE-ja dhe në fund faturën po e paguajnë qytetarët e përveç kësaj po kemi edhe një rritje zinxhirore të gjitha produkteve tjera jetike që po e vështirëson jetën tonë hala më shumë edhe po e varfënon qytetarin e Republikës tonë. E vetmja mënyrë, e vetmja formë se qysh na mujmë me I nalë, do e pas parasysh që në sektorin e energjisë janë të përfshime të gjitha partitë politike pa dallim. Ajo që ndron janë zhvatësit, ata që janë në qeveri. Pa ajo që nuk ndron kurrë është zhvatja ndaj neve. Kështu që vetmit që mujnë me ndërprej këtë praktikë kriminale, dëmshme për neve, janë qytetarët e Republikës Kosovës. Në protestat dhe organizimet e radhës, unë I bëj apel të dalin sa ma shumë, mënyrë sa ma masive, se veç në këtë formë mujnë me nalë këtë rritje abuzive. Dhe a mendoni që kësaj radhe, këtë vit, para se të merret vendimi nga ana e ZRE-s, do të dëgjohet zëri qytetarëve që të mos rritet sërish çmimi I rrymës, apo jo? Ata nuk dëgjojnë nga vullneti, po mund të dëgjojnë nga frika që e kanë prej masës së protestuesve. Për dallim prej vitit të kaluar, këtë vit kemi filluar shumë herët me organizim. Në momentin që e kemi pa kërkesën e kecit për rritje të çmimit faturave të energjisë, ne kemi filluar me rend mobilizimin dhe organizimin. E kemi bë protestën për me parandalu këtë rritje. Vendimi parashihet të merret dikun ka fund marsi ose fillim prilli. Kështu që me pjesëmarrje masive, jo prej vullnetit që e kanë, se ata I shërbejnë kecit, po prej masës njerëzve, une jam plotësisht I sigurt se do të tërhiqen nga ideja e rritjes çmimit. Sepse protesta të ngjashme janë zhvilluar edhe vitet paraprake, jo masive, mirë po protesta simbolike, grupe të qytetarëve që kanë protestuar, por çmimi është rritur edhe vitin e kaluar. Nëse ka protesta masive, çmimi nuk do të rritet. Protesta masive nuk ka pas. Protesta ku dalin në 10.000 qytetarë për drejtën e vet, nuk ka pas. Një qytetar nuk dohet me mendu ndoshta ditën e protestës as humbjen e kohës shumë. E fatkeqësisht nuk po kemi ndoshta edhe kapacitetet për organizim transporti prej qyteteve tjera. Po mundet me I shpenzu ato para sa kushton një bilet autobusit vinë e ta parandalojnë në një rritje të çmimit rrymës që realisht ka me varfëru ndashta 100 euro në fund vitit. Çfarë duhet ketë sipas jush parasysh zyra rregullatorit të energjisë si institucion që thuhet se është I pavarur para se të vendos për tarifat e reja të rrymës që pritet të hyjnë në fuqi në muajin prill? Për shembull, nëse e marrim këto në debatet publike, ato fakte që I kemi gjetë, nuk është çështja veç të rritja e çmimit të transportit të energjisë elektrike që po flitet. Po është edhe kanë para pa edhe rritjen e pagës minimale, si një prej shkaktarëve që aty ne po ja rrit apetitet me lyp më shumë përqindje më të madhe, keci, edhe ne I kanë faturu borxhin e keq, dhe këto humbjet e, domethënë të humbjet e shpenzimeve të transportit.
humbje energjisë elektrike, që ekspert mund të dinë më mirë. Por gjitha këto, bile borxhin e keq në mënyrë palëtshme na i kanë faturu, po këto nuk i ka asnjëherë parasysh ZRE-ja sepse i shërben keci. Një zyre që presupozohet se duhet të jetë zyre e rregullatorit të çmimit të energjisë elektrike, u shndrun zyre të aprovimit të kërkesave të kecit. Dhe nuk i merr parasysh sipas jush asnjëherë me atë me çfarë ballafaqohen qytetarët e Kosovës, me çmimet e larta dhe ashtu të larta të produkteve të tjera. Absolutisht jo, përkundrazi, vitin e kaluar, nëse ju kujtohet, kërkesa kecit ka qenë që të rritet 15%, ndërkohë këta e kanë bërë rritjen 16.1%. Pra, jo që nuk e kanë pasë fare hallin të qytetarët se sa mujnë me ja dalë pagesave në fund mujit, po e kanë rritë edhe ma shumë çmimin, edhe ma shumë se sa që e ka kërku kecit. Aktualisht, kërkesa e Keskos është rritja për këtë vit të bëhet rreth 21%. Do të ishte kjo një goditje për xhepin e qytetarëve? E para nuk ka asnjë spjegim pse është 21%. Nëse shoh me krejtë shpenzimet që mundi pas një kompani si Keci, që shpo mundet me dalë bashkëfiks 21%. Që s'pë dalë 20.8 për shembull. Janë shifra shablon, edhe na vërtetojnë që janë abuzive. Janë kërkesa abuzive që ata i kanë ndaj nesh. Dhe si të tilla nuk do t'i lejojmë, qytetarët do t'i ndalin këto. A beson ju që ka keqpërdorime në rrjetin energjetik me fatura, me atë se si importohet rryma elektrike në vendin tonë dhe koston që vazhdimisht po e bartin qytetarët që çdo vit vazhdojnë të paguajnë fatura më të larta? Nuk është veç tash, keqpërdorimi me sektorin e energjisë ka ndodhur prej kohës së privatizimit. Prej kohës së privatizimit, kur një kompani publike u shndru, që kishte monopol publik, u shndru në monopol privat, në një prej privatizimeve më kriminale që ka ndodhur në atë kohë, vazhdimisht ka abuzu me çmime dhe kontratën e privatizimit nuk është që e kemi pa të publikuar ende. Mendoj se është koha, një forma më e mirë për me ndalë këtë abuzim është që Keci të shtetëzohet. Dhe cilat janë gjasat që kjo të ndodhë pasi që tashmë veç është privatizuar? Ajo është privatizuar dhe arsyetimet neve na japin se çështja mund të shkojë në arbitrazh. Po askush nuk na tregon neve se nëse çështja çohet në arbitrazh, cilat janë deficitet tona. Kjo është çështje e juristëve ndoshta më shumë, po ajo që pak a shumë e dim për çështjen e arbitrazhit vlerësohen mjetet e investume, cilat nuk bojnë shumë në një shumë të madhe, po shuma më e madhe që do të paguhet është ai 20 vjeçë ose 30 vjeçë që vendos arbitrazhi për fitimin që mund ta kishte kompania që do t'ja paguajë shteti. Tash flitet që i ka dikon rreth 40 milion fitim vjetor, e tjerë ka shifrat ndryshme, mirë pas kush nuk na i ka bo neve një bilanc të gjendjes, me na të regu se qysh na konvenon edhe nëse fare krejt e hupmi landën në arbitrazh. Edhe pse unë jam plotësisht i bindur për të kundërtën, kur merrem parasysh pikat e publikume të kontratës me Kecin, cilat janë 300 milion euro investime dhe 24 orë rrymë. 24 orë rrymë nuk kemi, 300 milion investime nuk e di as ku ju mbo. Del dikush në ta spjegon Keci ku i ka shpenzu 300 milion. Kështu që gjasat janë që edhe Londra nuk e hupmi në arbitrazh, mirë po mendoj që mungon vullneti i kësaj qeverie. Por a do të ishte zgjidhje vetëm shtetëzimi i Kecit, duke pas parasysh që ne nuk kemi kapacitete prodhuese vendore që i mbulojmë shpenzimet që na nevojiten në Kosovë. Pra, ideja është që ne si Kosovë të prodhojmë më shumë energji, qoftë përmes erës, qoftë përmes hidrocentraleve të vogla, apo eventualisht ndërtimi i një termocentrali apo dhe gjenerimi i energjisë përmes gazit. Sa herë që aktualizohet kjo temë, na dëgjojmë edhe rrëfime për më të ndryshme. Për shembull, kemi dëgjuar që vitet e fundit ka ramje, ndoshta 10 fish më të madhe, ramje të blloqeve se sa periudhat e kaluara. Dhe kemi dëgjuar edhe deklarata të tilla në studio televizive që ka kompani të furnizimit të cilat e din, kanë njohuri paraprakisht se kur ka merrani blok. Kjo flet për një keq menaxhim edhe qëllimshëm të këtij sektori. Shtetëzimi i tij dhe mirë menaxhimi i tij kish me pas kosto më të vogël për neve, si qytetar edhe të ardhurna më të mira për shtetin, edhe sektorin energjetik ta kontrolloj shteti.
Eventualisht nëse rritet çmimi I rrymës, a mund të ngjallë kjo një revoltë të qytetarëve të cilët ndoshta do të refuzojnë pastaj të paguajnë edhe faturat e energjisë elektrike? Paraprakisht, unë mendoj që do të mënyrë masive me dalë në protesta për me parandalu këtë rritje. Nëse ka dalje masive, unë nuk ka asnjë gjasë teorike me u rritë çmimin e rrymës për tyne. Të unis prej kësaj, unë nuk po du me paragjyku që qytetarët nuk kanë me dalë protesta, rrjedhimisht nuk po du as me folë se çka do ndodhë pas shtetimit. Kemi parë mbetjet të shihet se cilat do të jenë edhe komentet e institucioneve sa I përket tarifave të reja. Kemi parë që presidenca është shprehur kundër rritjes çmimit të tarifave të rrymës. Si e keni parë ju këtë? Nga përvoja që e kemi të gjithë me figurat politike, në momentin kur janë në fundin e mandatit dhe kërkojnë mandatri, lëshojnë edhe kësi deklarata që ndoshta na konvenojnë neve dhe që janë populiste. Unë mendoj që një politikan I skenës të sotshme politike, që është I real politikës, duhet të merret parasysh vetëm kur e fillon mandatin, ka mesi mandatit e jo kur është në fushat, e aq më pak kur është në fushat personale për veten si presidentja. Ndërkohë, qeveria ende nuk I ka dërguar komentet dhe ka dhënë sinjale që ndoshta nuk do ta kundërshtoj rritjen e çmimit të rrymës. Kemi marrë sinjale edhe prej kryeministrit që na tregon se kemi shumë nxehtë në përdhoma, mirë po ka qytetarë shumë varfën që nuk kanë asnjë nxemje me rrymshve. Dhe kemi pas edhe një deklaratë që nuk e kum dëgju dorën zemër, po e kum pa nëpër portale kështu të ministres e cila thotë se duhet të sakrifikojmë kështu diçka. Këto janë sinjale të qarta që këta do të aprovojnë kërkesën e KEC-it përmes instrumentit të tyre që është bordi zërrejës. Pikërisht Ministrja e Ekonomisë Rizvanolli ka paralajmëruar se do të ketë edhe investime në termocentralet e Kosovës në mënyrë që ato të shtohet jetëgjatësia e tyre. Dhe këtë e ka kundërshtuar zërreja, pasi që është kohë në cilën nuk mund të dalin jashtë funksionit këto bllokë, pasi që do të ishte e pamundur që të mbulohej vetëm me import, ose çmimi do të ishte shumë I lartë. Si e keni parë këto? Për mu, do më thonë, është shumë e qartë ky trinomi KEC zërre qeveri që dakordohen fund për me gjetë një marrëveshje, për zakonisht kjo marrëveshje po rezulton në dëm tonin si qytetar. Ndërkohë mos marrëveshjet edhe debatet publike që I zhvillon mes vete nuk I kisha komentuar. Dhe nëse nuk dëgjohet zëri qytetarëve dhe rritet çmimi I energjisë, cili do të jetë hapi juaj I radhës? Apo ju do të vazhdojnë me protesta deri sa të merret vendimi? Unë besoj fuqishëm, po protestat do të vazhdojnë, organizimet nuk do të ndalen, edhe unë besoj fuqishëm që do të parandalohet rritja e çmimit të rrymës. A keni pasur ndonjë bashkëpunim edhe me bizneset, pasi që ato po ankohen për çmimin edhe ashtu të lartë të energjisë elektrike dhe një rritje e mëtejme e çmimit të energjisë elektrike do të ishte goditje edhe për bizneset, pastaj rritja e produkteve zinxhirore. Keni pasur kontakte në mënyrë që t'ju bashkangjiten edhe punëtorët e bizneseve në protestat e radhës? Nuk kemi pas në fare mbështetja diskutimi me bizneset, po kemi pas mbështetje për sindikatës rreth Kekut. Ne si Qendër Sociale Përpjekja, bashkë me kolektivin feminist, kemi pas mbështetje prej sindikatës rreth Kekut, dhe kemi bë thirrje, kemi ftu gjithë qytetarët dhe këtu mund vinë edhe kush do prej qytetarëve që një vetën të diskriminuar prej kësaj rritje abuzive. Cila është porosia që ju dërgoni nga kjo studio qytetarëve të cilët ndoshta kanë hezituar që dalin në protestë sot? Cili do prej qytetarëve që në fund ditës ja merr mendja që çmimi I faturës së energjisë elektrike do të jetë I përballueshëm për të. Rritja që do të vijë më pastaj nga kjo zinxhiri I çmimeve tjera të produkteve jetike do ta bëjë edhe jetën e tij të papërballueshme. Kështu që unë I bëj apel dhe I ftoj krejt qytetarët në protestat e radhës let na bashkangjiten. I stimulojmë edhe në për qytetet tjera, kudo që janë let organizohen, let na ftojnë edhe neve dhe ta bëjmë ne protestë masive gjithëkombëtare. Pra mos të jetë protesta fokusuar vetëm në Prishtinë, por të ketë edhe protesta në për qytetet tjera. E mira kish me qenë që
edhe në qytetet tjera qytetarë të organizohen, ne do të shkojmë, t'ju ndihmojmë, t'ju shërbejmë si infrastrukturë, jemi të gatshëm kurdo që ata na ftojnë. Hajdari, të falenderoj shumë që ishit sot në emisionin Sillni drejt për drejt dhe shpresojmë që do të merren parasysh kërkesat tuaja nga zëreja dhe nuk do të rriten tarifat e energjisë elektrike, të cilat nga qytetarët edhe ashtu po konsiderohen shumë të larta dhe të papërballueshme. Shpresojmë në daljen masive të njerëzve dhe kjo rritje nuk të ndodhë. Faleminderit shumë për pjesën. Faleminderit shumë. Bisedua me Egzon Hajdarin nga Qendra Sociale Përpjekja, një herësh pjesë e grupit organizues të protestës së sotme kundër ngritjes së çmimit të rrymës. Paralajmërimet për një fazë të dytë të liberalizimit të tregut të energjisë, liberalizimi i dhunshëm i energjisë nuk i eviton reduktimet e rrymës, thuhet në kronikën në Vjem. Bizneset e mëdha druajnë për një valë të dytë të liberalizimit të tregut të energjisë nga 1 prilli. Ankesa më e madhe është te moszgjidhja e problemit të ndërprerjeve të papritura të energjisë, gjë që ka shkaktuar dëme në makineri e pajisje gjatë valës së parë. Një fazë të dytë të liberalizimit të tregut energjetik, drejtori i dhomës së tregtisë dhe industrisë Kushtrim Ahmeti e konsideron të palogjik. Derisa edhe gjykata në vendimin e fundit nxorri një mori themi shkeljes që u bën gjatë këtij procesi, unë nuk e di çfarë logjike ka mu bën tash edhe faza dytë. Për çka është më e keqe është se që nga dhjetori i vitit kaluar, bizneset që kanë dalë në treg të hapur, që këta po e quajnë të hapur, të energjisë, ne e quajmë treg të dhunshëm të energjisë, është bën, janë përballë me reduktime jashtëzakonisht të ashpra, pa asnjë paralajmërim fare. Edhe gjithashtu kanë pësu dame të shumta. Domthon, kanë pësu fillimisht dame themi tek punëtorët për shkak se në mungesë të energjisë edhe në mungesë të një mënyre të dytë të shujmë ose një plan B të furnizimit në këtë rast themi të gjeneratorëve, atëherë ai nuk ka mujt mi majt ata punëtorë me nejt i ka qenë në shtëpi, pa ata janë pagu prap. Domthon është dam e para. E dyta kemi disa raportime që janë bën për shkak të këtyre reduktimeve ka ndodhur edhe themi djegje dhe dëme shumë të mëdha në stabilimente. Do ta kemi qartë, shumica e këtyre bizneseve që kanë dalë në treg të lirë ta shujmë në këtë fazën e parë, janë biznese të mëdha dhe pjesa dërmuese të tyre janë biznese prodhuese. Ndërprerja e energjisë në mënyrë të dhunshme ka shkaktuar prishje stabilimenteve, vlera të cilave mijëra euro kap, sepse stabilimenti i ri, makineri e re. Për më tepër, drejtori i dhomës së tregtisë dhe industrisë Kushtrim Ahmeti thotë se vendimet e ZRE-s u morën pa konsultim me bizneset dhe paralajmëron se faza e dytë mund sjell pasoja të ngjashme. Na pa të marrë para pak kohësh informacionin për këtë çështje dhe ne ju kemi drejtuar dhe zyrtarisht ZRE-s me kuptu sakt cili është tash plani i tyre për këtë fazën e dytë të liberalizimit. Me qenë se faza parë u kry si u kry, po i shumë damet të gjitha ato çka po ndodhin, dhe ne kemi kërkuar pra cilat bizneset tash do të futen në fazën e dytë. Domthon, nëse janë fut biznese që kanë pas deri 50 punëtorë dhe ata që kanë pas deri 10 milionë euro tyra vjetore në fazën e parë, kush do ta psoj nga këto vendime tinzare dhe arbitrare që po merren nga ZRE-ja tash në fazën e dytë. Normalisht deri sot s'kemi marrë dhe unë nuk pres do të marrë një përgjigje për tyre, sepse njëjtë kanë vepruar edhe në rastin e fazës së parë themi të liberalizimit vitin e kaluar, ku s'kan pas fare gatishmëri për me bashkëpunu, i kanë bërë gjitha gjërat në mënyrë tinzare, siç po i bëjnë edhe në fazën e dytë, dhe për neve është fatkeqësi e madhe që nuk kemi institucione, të cilat të paktën do të ishte ndashur në mënyrë automatike dhe urgjente që këta njerëz që udhëheqin sot me ZRE-n t'i vendosin para përgjegjësisë. Drejtori i një nga kompanitë prodhuese në Kosovë kujton se njoftimin për tregun e lirë energjetik në afatin e parë e kishin marrë me shumë vonesë, gjë që ju ka shkaktuar shumë telashe. Nuk i kemi pritë që ndryshimi i çmimit me qenë mbi 100% për çmimit aktual cili ne jemi kont duke u furnizuar me energji elektrike. Dhe në kontratat kur i kemi nënshkruar në tregun e lirë, ka qenë që do të informohemi paraprakisht në momentin kur do të ketë reduktimet e energjisë elektrike. Ato nuk kanë ndodhur gjitha rastet më na informu, ka pasur raste të cilat nuk na kanë informu fare, cilat kanë ndiku goxha shumë në procesin e prodhimit, duke ditë se linjat e tanishme, s'po them vetëm linjat tona, po dhe prodhuesit tjerë kosovar i kemi avancuar linjat dhe një ndërprerje si kjo na ka kushtuar si në kosto në dëmtimin e produktit, po gjithashtu edhe në daljen për programimit të linjave.
të cilat pastaj po janë shumë me kosto të mëdha për të rregulluar. Edhe njohësi fushës energjetikës Lulzim Sylla thot se procesi duhet zhvillohet me kujdes, duke mësuar nga gabimet e valës së parë, por edhe duke i marrë për bazë interesat e të gjitha palëve. Duhet që mos bëjmë gabimet e njëjta të fazës parë që është bërë me nguti dhe është bërë si vendimi i kryer, kështu që tash duhet mësojmë nga gabimet dhe duhet që të kemi një diskutim më serioz, duhet gjitha palët e interesit të akordohen dhe në fund zyra rregullatorit të energjisë pastaj ta merr një vendim mbi bazën e interesave të palëve të interesit. Gjithçka duhet bëhet me hapa të sigurt, duhet bëhet me hapa konkret që nuk bie ndesh fillimisht me ligjin, nuk bie ndesh me destabilizimet, do të jetë funksion dhe jo në destabilizim të bizneseve, prandaj nuk është ndonjë palë jashtë Kosovës vendos për neve, ne jemi ata që vendosëm, duke u bazuar në rregullativa, duke u bazuar në ligje, kështu që nuk do duhet keq përdorur kjo e drejtë nga ana e zyrës së rregullatorit të energjisë që gjithçka të merr vendime pa konsult me palët e interesit. Ndërkohë zyra e rregullatorit ka konfirmuar fillimin e valës së dytë nga 1 prilli, por pa përgjigje nëse bizneset tashmë janë informuar për të e as nëse ka zgjidhje për reduktimet e paplanifikuara të furnizimit me rrymë. Zyra e rregullatorit për energji ZRE është duke vazhduar procesin e liberalizimit të tregut të energjisë elektrike në përputhje me legjislacionin fuqi dhe me të njëjtat parime, kushte dhe kriteret që janë aplikuar dhe gjatë vitit kaluar. Faza e dytë e liberalizimit planifikohet të fillojë nga data 1 prill të vitit 2026, sa i përket shqetësimeve të ngritura lidhur me ndërprerjet e energjisë elektrike gjatë muajit dhjetor për konsumatorët në tregun e lirë. ZRE është e vetëdijshme për këtë rast dhe i trajton ato në kuadër të kompetencave të saj rregullatore. Megjithatë, këto çështje nuk ndikojnë në vazhdimin e procesit të liberalizimit, i cili do të zbatohet në mënyrë të planifikuar dhe në përputhje me kornizën ligjore dhe rregullative ekzistuese. Sipas ZRE-s, aktualisht në tregun e hapur funksionojnë gjithsej 9.535 pika mace, ndërsa furnizimi i këtyre konsumatorëve realizohet nga 6 furnizues të ndryshëm të licencuar, të cilët veprojnë në treg konkurrues. Vazhdojmë me informacionet të tjera. Avokati Ardian Bajraktari ka paralajmëruar përfaqësuesit politik se zgjedhja e presidentit të ri duhet të bëhet jo më vonë se deri më 5 mars. Në një intervistë për Radio Televizionin 21, Bajraktari tha se çdo tentim për zgjedhjen e presidentit pas kësaj date do të ishte shkelje kushtetuese. Sipas tij, partitë politike po luajnë me limitet e afateve kushtetuese. Bisedën e zhvilloi Burim Zariçi. Kemi edhe një muaj kohë nga afatit kushtetues kur me 5 mars duhet të zgjedhet presidenti i ri, një muaj përpara përfundimit të mandatit presidentes aktuale. Në këto rrethana kur s'kemi konstituim ende të kuvendit, a jemi në kohë apo mbrapa? Natyrisht që jemi në kohë mirë, po janë afër limiteve kohore për faktin se Kushtetuta në 86 paragrafi 2 në mënyrë eksplicite përcakton që presidenti i ri i Republikës duhet të zgjedhet jo më vonë se 30 ditë para përfundimit të mandatit të presidentit aktual. Formulimi i kësaj dispozite, si në versionin në gjuhën shqipe po ashtu edhe në versionin në gjuhën angleze, duhet kuptuar si normë imperative, normë detyruese brenda së cilës natyrisht që duhet me u përmbyll ky proces. Duhet besoj që javën e ardhshme do të mund të kemi certifikim të rezultatit të zgjedhjeve, në mënyrë që pastaj natyrisht të aktivizohen fillimisht subjektet politike në konsultim me presidentin, që të ftohet seanca konstituive, të përmbyllet procesi i konstituimit të institucioneve fillimisht të kuvendit, pastaj edhe qeverisë, dhe të kalohet në stadin tjetër atë të diskutimit në mes të subjekteve politike për zgjedhjen e presidentit ose presidentes së vendit, për faktin se siç dihet për këtë të fundit nevojitet një konsensus për arsye se duhet me marr pjesë në proces votimi dhe duhet me qenë në kuti të votimit së paku 80 vota në 2 raundet e para të votimit. Çka nëse i shterëm këto afate kushtetuese? Për shembull, nëse zvarritet çështja e konstituimit të kuvendit për shkak të nënkryetarit nga komuniteti serb dhe te kalohet afati kushtetues për zgjedhjen e presidentit të ri?
Fillimisht besoj që tashmë gjykata kushtetuese e ka qartësuar atë që kemi thënë që ne kryet herës për sa i përket çështjes së konstituimit të kuvendit, përfshir edhe nënkryetarin nga radha e komunitetit serb dhe pres reflektim të subjekteve politike në drejtim të themelimit sa më parë të institucioneve për faktin se është jashtëzakonisht e rëndësishme dhe duhet të kenë në konsiderat interesin më të mirë të vendit, për arsye që jo vetëm aspekti i zgjedhjes së presidentit mirë, po le të mos harrojmë faktin që vendi akoma nuk ka buxhet të miratuar për vitin 2026, për çka natyrisht rrezikon bllokim të funksionimit të institucioneve të shtetit. Natyrisht, siç e thash, besoj që të ketë reflektim të subjekteve politike, në kundërtën çdo zgjedhje e presidentit ose presidentes pas këtyre afateve rrezikon që i njëjti të jetë në shpërputhje me dispozitat kushtetuese. Do të afati një mujor përpara përfundimit të mandatit të presidentit aktual. Duhet shfrytëzohet, ndryshe çdo tentim tjetër pas këtij afati një mujor është shkelje kushtetuese. Absolutisht. Dhe mund të shkojë vendin e zgjedhja, po si ndodh? Afatet janë alfa dhe omega në drejtësi dhe në veprimet e organeve të shtetit. Prandaj, si të tilla duhet të respektohen dhe çdo zgjedhje eventuale për te këtyre afateve në bindjen time e prodhon një president ose presidente e cila është zgjedhur në shpërputhje me dispozitat kushtetuese. Çështja pastaj duhet me shku në gjykatë kushtetuese për faktin se nuk parashihet në mënyrë eksplicite siç janë dy rrethana të tjera, siç është rasti për shembull mos zgjedhja e presidentit brenda afatit për 60 ditësh nga momenti i fillimit të procedurave, që është në rrethana të tjera jo në rastin siç është aktualisht vendi, si dhe mosmarrja e numrit të mjaftueshëm të votave në dy raundet e para 80 sosh, ndërsa në raundin e tretë 61. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i ka publikuar raportet e shpenzimeve të 3 mujorit të fundit të vitit 2025 të subjekteve politike të cilat ishin pjesë e kuvendit sipas rezultateve të zgjedhjeve të mbajtura më nën shkurt 2025. Sipas raportit për këta 3 muaj, lëvizja vendosje ka shpenzuar 1.263.372 euro, ndërkohë që shuma e buxhetit për këtë periudhë ka qenë në 550.799 euro ose 712.573 euro më ulët se sa shuma e shpenzuar. Partia Demokratike e Kosovës për periudhën tetor-dhjetor 2025 ka shpenzuar 280.822 euro, ndërkohë që shuma e buxhetit ka qenë 283.183 euro, apo 2.360 euro më lartë. Sipas raportit, Lidhja Demokratike e Kosovës ka shpenzuar 224.859 euro nga shuma e buxhetit që ka qenë 225.959 euro ose 1.099 euro më lartë. Ndërsa Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, sipas raportit, ka shpenzuar 70.210 euro nga 70.700 euro, sa ka qenë buxheti ose 489 euro më pak. Kuvendi Komunal i Prishtinës ka miratuar sot buxhetin për vitin 2026, 33 kanë votuar për, 8 kundër. Buxheti parapar për këtë vit për komunën e Prishtinës është mbi 151 milion euro. Seanca e sotme për buxhetin e Prishtinës nisi me debat të ashpër mes Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lëvizjes Vetëvendosje. Lëvizja Vetëvendosje akuzoi PD-n se po i shërben përparim Ramës për çka u kundërpërgjigj ansamblisti Leutrim Redkoceri. Buxheti nuk është i vetëm një partie politike. Na, si Partia Demokratike e Kosovës, kemi kërkuar në vazhdimsi këtë transparencë. Këtë dëgjime publike më shumë, këtë dëgjime publike të kuvendit, asamblesë dhe me të shëbafë. Këtë planifikim atë mirë, gjitha janë legjitime sepse janë në kuadër të parimeve të buxhetit. A kemë propozime? Po, si kur këshim qenë qeveri se këshim pas propozime. Edhe sot mund të themi që kemë propozime. Por sot për neve më të rëndësishme janë parimet për buxhetin se sa kërkesa. Dërsa po e shohim te ju që po akuzoni se lëvizje vetëvendosje, fillimisht tani që nuk e votojnë buxhetin, pastaj i keni disa kërkesa, dhe nuk ju kuptoj këtu, a jeni tash për me ndryshu buxhetin,
A nuk e votoni edhe nëse ndrysha përgjithë? Pse nuk e ka fitu Partia Demokratike e Kosovës Prishtina, na i noti nuk ja kemi marrë as qytetit, as qytetarët. Gzim Sfeshla i Lëvizjes Vetëvendosje i hodhi poshtë arsyetimet e Partisë Demokratike për votimin e buxhetit. Mundohem me mirë kuptu leutrimin sepse me të vërtetë është pozitë shumë e rëndë që me ndryshu në mënyrë drastike për një kohë ka të shkurtër. Unë e kuptoj këtë nevojën e këtij, pak për me mashtru veten e pak për me i bind antarët e grupit, po të paktën ne të tjerë këto nuk mundet dhe nuk ka nevojë me na shit në këtë mënyrë që shpatentën. Ky buxhet është jashtëzakonisht i rëndësishëm për kryeqytetin dhe në asnjë moment vetëm lëvizja vetëvendosje nuk tha që është kundër buxhetit. Sfeshla, teksa komentoi mungesën e kryetarit Përparim Rama në seancë, përmendi edhe projektet me probleme ligjore. Është jashtëzakonisht e papranueshme dhe tregon për papërgjegjësi të madhe mungesa e kryetarit Prishtinës në këtë seancë. Është alarmante që 3 projekte kryesore janë projekte me probleme ligjore dhe që janë objekt trajtimi nga organet e drejtësisë. Po flasim për sheshin George Bush, për lidhjen e Arbërisë me qendrën dhe për tunelin në rrugën Agim Ramadani. Ndarjen buxhetore prezantoi drejtoresha për financa Valbona Makolli. I gjithë buxheti i kryeqytetit është i dashur deri në 5 kategori ekonomike, sipas të cilave në vlerat e rrumbullaksuara ky u njoftoi. Në kategorinë e pagave dhe mëditjeve për vitin fiskal 2026 janë 48,3 milion euro për këtë kategori. Kategoria e madhe e shërbimeve ka vlerën prej 32 milion, shpenzimet e komunalive 3 milion e gjys, subvencionet dhe transferet 6,8 milion dhe investimet kapitale 6 milion e 800.000. Buxheti për vitin 2026 në vlerë prej mbi 151 milion euro u miratua me 33 vota për dhe 8 kundër. Lëvizja Vetëvendosje nuk e votoi këtë buxhet me arsyetimin se rritja e buxhetit po paraqitet gabimisht si sukses i qeverisjes komunale. Punëtorët e trafikut urban kanë paralajmëruar se nga data 13 shkort do të hyjnë në grevë. Kërkesa kryesore është rritja e pagës prej 100 eurosh, që u ishte premtuar më herët dhe përmirësimi kushteve të punës. Në një njoftim për menaxhmentin dhe bordin e ndërmarrjes publike thuhet se më 26 janar janë parashtruar kërkesat dhe paralajmërimi për hyrje në grevë nëse nuk do të kishte përgjigje, e më që nuk kanë pasur përgjigje deri më 6 shkurt, punëtorët kanë njoftuar se greva nis më 13 shkurt. Punëtorët njoftojnë se në përputhje me dispozitat ligjore garantohet edhe respektimi i minimumit të procesit të punës në mënyrë që mos rrezikohet interesi publik dhe siguria e qytetarëve. Për 9 ditët e vitit të kaluar, trafiku urban dhe transportuesit privat kishin ndërprerë shërbimet të shkaku i borxheve të pashlyera nga komuna. Zgjidhja ishte gjetur vetëm pas vendimit të Kuvendit Komunal për bartjen e mjeteve, pas të cilit vendim nisi alokimin Ministria e Financave. Vërshimet që përfshin Malishevën në fillim të vitit kanë nxjerrë në pa pasojat serioze të motit ekstrem me dëmet në infrastrukturë, ndikim ekonomik për qytetarët dhe rrezik të shtuar pas dëmtimit të digës së lumit Mirusha. Por në rast të rreshjeve të dendura të shiut, pjesa e dëmtuar e digës mund të shkaktojë rreziqe serioze për zonat më të ulta të Malishevës. Rreshjet e dendura të shiut që shënuan fillimin e vitit 2026 sollën vërshime serioze në komunën e Malishevës, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale dhe vështirësi në jetën e përditshme të banorëve. Një dëm mjaft i madh është bërë edhe në digën e lumit Mirusha, duke shkaktuar dëmtime të rënda infrastrukturore. Gjendja aktuale e digës është jo e mirë, si shihet nga pamjet, ka dëmtim të digës dhe strukturës digës, e cila njëkohësisht edhe kërkon ndërhyrje urgjente nga ana e institucioneve përgjegjëse, në këtë rast nga Ministria e Ambientit, Departamenti i Ujrave, të cilët menaxhojnë me ujrat në territorin tonë.
deri te dëntimi i saj ka si pasojë e sasisë e madhe të ujit dhe shpejtësisë e ujit që ka qenë në fillim të janarit gjatë rreshjeve të mëdha që kanë qenë në këtë pjesë. Paqarizi theksoi se dëmtimi i digës pati edhe një efekt pozitiv. Një pjesë e komunës u shpëtua nga përmbytjet. Megjithatë, në rast të rreshjeve të ngjashme, pjesa e dëmtuar mund të shkaktojë rreziqe serioze për zonat më të ulta të Malishevës. Për momentin, kjo gryrje e kësaj pjese të digës që është bë, realisht ka ullë rrezikun e vëshimeve ose si themi, dalin nga shtratit lumit në disa pjesë, ose rritjen e nivelit ujit, sepse shkarkohet më shumë. Mirë po, shkarkimi më shumë i ujit në digë, shkakton probleme tek fshatra që janë poshtë digës, në rrjedhën e poshtme të lumit Mirusha, janë fshatri Mirush, Lubizh, Turjak, Damanek, Bubel, tek këto fshatra shkakton më shumë vëshime. Vërshimet kanë lënë pasoja. Shumë prej qytetarëve dhe bizneseve janë duke pritur për vlerësim të dëmeve nga ministria, nga se komuna nuk ka fonde emergjente për raste të tilla. Paraprakisht kemi mujtë me marrë masa, po dëmtimet janë të mëdha në infrastrukturë, në rrugë, në ura, edhe si shihet edhe diga, këtë po është edhe dëmi më i madh. Gjithashtu ka pas dëme të mëdha në ekonominë familjare, në disa pjesë, dhe në tek bizneset. Gjatë aplikimit kanë aplikuar 225 qytetarë dhe biznese për vlerësim të dëmeve, cilët komisioni është duke bërë vlerësimin e tyre. Raporti do të shkojë ministrisë, ashtu siç ka deklaruar ministri Durmishi që do të merr raportet nga komuna dhe pastaj ministria të bëjë veprimet e saj për kompenzim të dëmeve kryesisht në ekonominë familjare dhe biznese. Urojmë që të ndodhë kjo, sepse buxhetet komunale nuk kanë mundësi, e para nuk ka fond emergjent komuna, e dyta nuk ka kod për kompenzimin e dëmeve në rastet fatkeqësive natyrore. Kjo nuk është rregulluar me ligj në Kosovë. Është një njëjti problem në çdo komunë, edhe sa herë ka vërshime përballemi me të njëjtin problematik. Derisa uji është tërhequr gradualisht, pasojat e vërshimeve mbeten të pranishme, duke rikujtuar nevojën për masat parandaluese, menaxhim më të mirë të infrastrukturës dhe reagim të shpejt ndaj rreziqeve natyrore. Këto ishin gjitha materialet i përgatitura për emisionin e sotëm 21 drejt për drejt. Falenderoj për vëmendje, mirupafshim.